kthehemi te qarqet problematike, përveç Sarandës, Lezhës, edhe për çdo qark Këto janë aktive. Shiko, këto ti përmenda, sepse është si punë bota e di shumë mirë, vulkanologët e din shumë mirë se ku janë vulkanët. Por mes vulkaneve ndahen vulkanet aktive, pra ato që janë në veprim e sipër. Etna për shembull është një vulkan shumë aktiv në Itali, në Sicili. Dhe prandaj aty vëmendje është shtuar, dhe unë të përmenda këto që janë aktive. Por kur të kërcasi kundërpërgjigja tjetër në Shkodër, se ka janë qetësi, por qetësi para fortunës. Ja, Shkodra është problematike. Pra, kur të ndodh tjetra, sepse këto konsideron tash gjatë sezonit veror, po themi Sarandën, Lezhën dhe Shkodrën problematiket, po. Zakonisht, shiko, Durrësi nuk mund ta shmangim se janë zona bregdetare. Dhe aty ka përqendrim edhe të popullsisë, edhe të turistëve, edhe të emigrantëve. Dhe këto janë zona që kanë, si them unë, rrezik ose evidentim më të madh. Por nuk mund të përjashtosh dot, sepse thash, në Elbasan, ne dim që lufta e Elbasanit si përfundoi, fituan 2-2. Po kjo nuk do të thotë që aty u shua, do të kemi një rokat tjetër për momentin. Tani po mirë. Po është qetësi sepse, shiko, të thash, kjo qetësia vjen nga gushti i 2022-shit. U vendosën disa ballanca që si janë prekur. Po të vësh re, është shumë interesante dhe s'po arrit do ta shpjegoj, edhe pse po pyes shumë fakt. Po të vësh re, Korça ka jashtëzakonisht shumë ngjarje me thika. Të duke si meksikanët. Po, në fakt, në lidhje me të rinjtë përfshirë. Është një qytet që ka një kulturë të veçantë, ka një histori të veçantë. Çuditërisht aty thikat përdoren më shumë se çdo vend tjetër. Dhe më ka bërë, edhe në të kaluar më ka bërë përshtypje, pse janë si meksikanët, të kanë dhe lice franceze aty. Pra, pse në Korçë nuk përdoren armët e zjarrit, po përdoren thikat. Edhe është në masë. Cila mendon